dhe motot ngjajnë me tifozët e Liverpoolit. Këta janë tifozët e Partizanit, skuadrës legjendare të Shqipërisë që regjet në kategorinë e dytë, nëse numri mesatar i tifozëve që ndjekin ndeshjet e kategorisë superiore ka rënë në 2 sezonet e fundit, është edhe për faktin se Partizani nuk është më. Tifozët e demave të kuq janë me plot kuptimin e fjalës të çmendur pas skuadrës së tyre. Partizani është një skuadër që i përket gjithë Shqipërisë dhe është një pasuri kombëtare dhe në këtë mënyrë tifozët e skuadrës janë nga gjithë Shqipëria. Në Super League nuk bëhej fjalë dhe në kategorinë e parë po ashtu, por edhe në kategorinë e dytë tifozët nuk e braktisin skuadrën e tyre të zemrës. Është e çuditshme të shohësh një stadium me më pak se 1000 tifozë në Super League, ndërsa kur luan Partizani, pavarësisht nga kategoria në stadium, pa frikë, janë rreth 4000 tifozë. Grupime të ndryshme dhe banderole të ndryshme, më e famshmja ajo e tifozëve të Liverpoolit. Ju kur nuk do t'jeni vetëm, këta janë tifozët e Partizanit që të vetëm mbajnë gjallë emrin e një legjende. Pak rëndësi ka nëse ndeshja luhet në Këlqyr përmet me malije qindra kilometra larg Tiranës, arrajnë gjithmonë në mbështetje të skuadrës. Janë tifozët, ata që edhe në festat e fundvitit të vetmit që kujtojnë legjendën me shpresën se Partizani do të rikthehet. Janë ata që çdo moment jetojnë me Partizanin, mendojnë për Partizanin dhe marrin çdo gëzim nga Partizani. Alban, ta nisim nga jo e fundit që ishte dhe material, ju kur nuk do t'jeni vetëm. Ka qenë gjithmonë, tamam si që të dhe shpar, që ka një ekip legjend si që është Liverpooli në Angli, edhe Partizani në Shqipëri. Ne të shpresojmë gjithmonë të rregullojnë gjonat, do që thanë para folë do në profesor Gjergji edhe Ylli. Më të shumë që kemi në nërojnë, gjithmonë nga mrava do në kenë gjithmonë zbot fjallë në të ndjekim, ku do që të luajnë. Kampionati është i ashme, kategoria 2 është shumë e fort, o përmend dhe shpar, thash, në transfer